Bashkia e Sarandës ka vendosur që të gjitha plazhet të jenë publike këtë verë. Drejtori i shërbimeve në këtë bashki, Pëllumb Halimi, bën me dije se po investohet për rreth 523 shezllon dhe çadra, të cilat do të administrohen prej stafit të shërbimeve. Rreth 15.000 m2 plazh është e gjitha hapësirë publike në funksion të pushuesve. Plazhet janë zgjeruar me rreth 2500 m2 këtë vit, ndërsa rreth 7 milion lekë të reja përshërbejnë për pastrimin e tyre. Zoti Halimi thotë se privatët do të rikontraktohen vetëm për një sipërfaqe të vogël para hoteleve të tyre, ndërsa në të gjithë hapësirën tjetër, pushuesit mund të prenotojnë 2 shezllon dhe një çadër për vetëm 200 lekë. Me një vendim të caktuar të Këshillit Bashkiak, kanë dalë fondet janë bërë procedurat e prokurimit për blerjen e shezlloneve dhe çadrave, të cilat do të vendosen në këto plazhe për të mbuluar gati gjithë sipërfaqen e mundshme, me idenë që qytetarit të shërbehet me një kosto sa më minimale. Ndërkaq, pushuesit duket se e kanë mirëpritur këtë vendim të bashkisë. Kjo sipas shefit të turizmit Aristotel Bita, siguron një shërbim më të lirë ndaj klientëve dhe do të ndihmojë në vjeljen e të ardhurave për bashkinë. Vazhdojnë flukse turistike për sa i përket turizmit të kruazierave dhe turizmëve të huaj që na vinë nëpërmjet ishullit të Korfuzit. Numri i tyre në pikën hyrëse të portit të Sarandës ka kaluar 8.000 të turistëve të huaj që kanë vizituar qytetin. Vazhdojnë ofertat kryesore dhe paketat kryesore turistike janë Butrinti, qyteti i Gjirokastrës, Riviera dhe qyteti i Sarandës. Për të kompletuar shërbimin më cilësor, këtë vit po merren masa gjithashtu për kufizimin e lëvizjes së motorëve të ujit, ndërsa hapësira që shfrytëzohet nga pushuesit ka filluar të plotësohet me sinjalistikë ujore.